Ka nisur dezinsektimi i vatrave të ndotura që përbën rrezik për zhvillimin e larvave, kryesisht të mushkonjave. Shefja e epidemiologjisë pranë Njësisë së Shëndetit Vendor Shkodër, Dhurata Hysa, tha se ky proces ka filluar pas kontrolleve paraprake të kryera si në qytetin e Shkodrës, ashtu edhe në pika turistike, nga brigjet e liçenit të Shkodrës deri në Velipoj. Janë kanale, janë pellgje, janë bodërume, janë pusetat, pra janë vatrat të përhershme. Gjatë monitorimit edhe gjatë trajtimit ne mund gjejmë edhe vatra tjera ose bazuar edhe në orientimet e qytetarëve apo të institucioneve të veçanta që mund të kemi. Hysa theksoi se përveç qytetit prioritet do të ketë trajtimi i plazhit të Velipojës për shkak të numrit të madh të pushuesve gjatë sezonit veror. Ne bëjmë të mundur parandalimin dhe kontrollin e mushkonjave. Qëllimi kryesor është ulja e densisë së mushkonjave. Dezinsektimi sipas fazave të planifikuara do të vijojë deri në muajin shtator-tetor.